I nderuari kryetar I organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Degën e Has, zoti Xhemtet Tashi, dhe ju veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të respektuara familje të dëshmorëve të Hasit, I nderuari drejtori I drejtorisë për kulturë, një dhe sport të komunës së Prizrenit, zoti Ade Morina, të nderuar qytetarë të fshatit Gjonave të Hasit në përgjithësi, futbollistë e trajner, të nderuar të pranishëm, mirë se erdhët në zemrën bujare të Asianëve dhe të Hasit, në fshatin e bukur në Gjonaj, ku do të mbahet turneu I tretë tradicional dhe më të madhi në rajon, java e dëshmorëve të Hasit. E tani të nderuar të pranishëm, ju lutem që të ngriteni në këmbë, të gjithë të nderojmë himnin kombëtar të Kosovës. Himnin kombëtar shqiptar, pastaj edhe himnin e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, ky turne organizohet për nder të dëshmorëve të Hasit dhe të gjithë dëshmorëve të Kosovës me sloganin "E jani të nderojmë të rënët për njëri përmes sportit dhe kulturës". Që ky turne të ketë mbarvajtje sa më të mirë, do të përkujdeset Këshilli Organizativ I turneut në bashkëpunim me OVL-n e UÇK-s Degën e Has. Prandaj, ftoj para jush kryetarin e OVL të UÇK-s Degën e Has, zotin Xhemtet Tashi, për një fjalë rasti. Urdhëni kryetar. Faleminderit pasi tasnin. Përshëndetje asion të nderuar. Përshëndetje gjithë ekipet pjesëmarrëse. Përshëndetje Aziz, drejtori Ade Morina. Përshëndetje Rapsodi Jon, që na ka bërë frym socializim. Përshëndetje Juria, Stopi. Sot gjendin e dotën kote qershorit, dotë që është ditë e gjithë dëshmorëve të Hasit në dotën kote qershor, por sot ka përfundu edhe nderimi dëshmorëve të Hasit, të rojnë gjatë lutës natën 8-9. Pas përfundimit të përkujtimeve të dëshmorëve, do të fillojnë java e cila është quhet java e dëshmorëve të Hasit me këto që po I bën Këshilli Organizativ me organizatën e veteranëve të luftës, të cilat është domosdoshme se djemt tonë, fëmija jonë, vajzat tona merren me aktivitete sportive, edhe të themi aty në regjinën, edhe në kushte më të vështira në Has. Ju falendru gjeneratave të kohës që sporti e ka marrë frymen edhe unitetin e nasionëve, edhe qëllimi është ditë që të mërrim ditë e liria. E përshëndes përzemërsisht drejtorin e kulturës sportit, zotin Morina, I cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm
këto vitet të cilat ne po mojmë turnerin tradicional java dëshmorëve të Hasit, edhe shpresoj që edhe në vazhdimsi do t'jetë i njëjti, i cili është vërtet i njëjti. Sponsorët po i sheni s'kem nevojë t'i përmendim, po vërtet për me kthy shpirtin e dëshmorëve në fush edhe në gjeneratën e cila është lind nga pas lufta edhe dje, edhe do t'linë nesër, edhe që i kanë unifiku zonën Hasit, sponsor General Happy Becker edhe Rams. Në këtë rast s'po duhet Gjona me emna, po janë edhe Ramis Krasniqi edhe Valoni me shok të tjerë edhe gjitha sponsor. Kështu që edhe herë faleminderit për pjesëmarrje, ju uroj ekipit më të mirë t'jetë fitues, edhe ne këshilli organizativ edhe në herë dëshirojmë që të shkojnë sa më mirë, ne jemi në urdhat e lajës tonë. Respekt dhe lavdi dëshmorëve. Faleminderit për kryetarin Duart Rokitje. Në këtë turne do të jetë i pranishëm edhe një personalitet me 3 karakteristika të veçanta. Si Hasjan, si futbollist pjesëmarrës i turneut dhe si udhëheqës i një dikasteri të rëndësishëm të komunës së Prizrenit që e ka përkrahur dhe e ka mbështetur e që do ta mbështes për gjithmonë këtë turne madhështor. Zonja dhe zotrinj, ftoj para jush për një fjalë përshëndetse drejtorin e drejtorisë për kulturë, rini dhe sport të komunës së Prizrenit, zotin Ate Morina. I nderuar kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, zoti Gjefret Taçi, i nderuar këshill organizativ, invalid dhe veteran të ushtrisë qërimtare të Kosovës, shumë të respektuar dashamirë të sportit Hasjan dhe tifoz që më të vërtet i jashtoni heshin këtij turneu, sot ku përkujtuam 26 vjetorin e dëshmorëve të Hasit, normalisht kemi edhe edicionin e tretë të turneut të java e dëshmorëve të Hasit, ku në këtë rast vlen për ta falenderuar këshillin organizativ dhe të gjithë hasjanët të cilët i kanë dhënë frym këtij turneu, tani më që është bë jo vetëm tradicional, po turneu më madhështor në nivel Kosovë. Unë kam kënaqësi që sot jam mesin të tuaj, edhe si sportist më tepër, edhe si hasjan, kurse normalisht kontributi jon nuk do të mungoj për çfarë do që të ketë nevojë ky turne. Urime dhe suksese fitoj ekipa më e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit drejtor. E për dy javë të plota do të kemi rast të shohim ndeshje interesante, spektakël dhe shumë gola që bëjnë futbollin sport të veçantë dhe më të popularizohen. Dhe për këto do të paraqiten 64 ekipe me 640 futbollistë, jo vetëm nga Hasi, jo vetëm nga Prizreni dhe Eoni, por edhe nga mbar Kosova, të cilët do të tregojnë cilësi, angazhim dhe mbi të gjitha lej ferr dhe korrekte, sepse vetëm kështu ne e nderojmë këtë turne dhe dëshmorët e Hasit dhe dëshmorët në përgjithësi të Kosovës. Padyshim, një pjesë të bashkombëve stan Hasjan për shkak të punës dhe obligimeve nuk do të jenë të pranishëm fizikisht në këtë turne, por ata do ta ndjekin turneun përmes transmetimit live të të gjitha ndeshjeve në YouTube në kanalin zyrtar 029 Sport, përmes syrit të kameramanit më të mirë dhe më të përkushtuar Julian Hoxhës. Një Duart Rokitje për këtë përdorë. Dhe pas këtyre dhe pastaj vape do të na freskojë shoqëria kulturore artistike Malsori nga Gjonaj me një pikë artistike nga vallëtarët e kësaj shoqate të njohur jo vetëm në Has, por edhe në mbar Kosovën e Mexhër. Në Duart Rokitje tuaja ftoj grupin e vallëtarëve të shoqërisë kulturore artistike nga Malsori Gjonaj.